Një prej kërkesave shumë të mëdha ka qenë prej nanave, ose grave shtatzana, ose nanave gjithdanse se qysh mi shfrytzu hurmet në fund të shtatzanis, po qoftë edhe për gjithdhanje me çka me stimulu qumshtin e gjirit. Atëherë në sot po du me nda me juve një recet që është ideale, është shumë e shpejt, nuk ka edhe shumë përbërës, po kish me qenë një prej vakteve që une vazhdimisht e nisi dite, tash në fund shtatzanis, po gjithashtu edhe ka me ndimu tash me stimulu qumshtin e gjirit, po edhe pasi që t'lind beba. Atëherë qa kemi zgjedhur sot me kombinu, janë hurmet, e dim që hurmet janë shumë preferume për shkak të sasisë energjisë që japin edhe për procesin e lindjes, gjithashtu edhe përmbajnë sheqer